punën e SPAK-ut. Mirë, 4 ishin kandidatët në garë sot për kreun e SPAK, Adnan Xholi, prokuror në SPAK me karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë, emëruar prokuror që në vitin 2000, ka shërbyer në zyra të ndryshme prokurorale në vend për më shumë se 20 vjet, që nga viti 2021 është pjesë e SPAK-ut. Ndër çështjet e hetuara të dërguara në gjyq prej tij është dosja Buka, ku është marrë i pandehur ish ministri i ekonomisë dhe infrastrukturës Arben Ahmetaj, ka hetuar dhe kreun e Komisionit Prokurimeve Publike Junaid Myzyraj në lidhje me abuzimet me disa tendera dhe shumë dosje të tjera. Një zonë që mund të krijonte atë precedent të parë për të pasur mundësinë për të drejtuar një strukturë të posaçme siç është ajo antikorrupsion, Doloreza Musabelliu, por që realisht pati 0 vota nga anëtarët e KLP-s. Prokurori në SPAK dhe një prej kandidateve në këtë garë ka punuar si prokurore në çështje serioze para se të kalonte në strukturat e reja të SPAK-ut, ka shërbyer që nga themelimi i SPAK-ut si prokurore e çështjeve korruptive apo krimit të organizuar. Kandidatja e vetme grua në këtë proces, një precedent për institucionin. Ajo ka hetuar dosjen Plumbi i Art, ku 3 bashkëpunëtorë të drejtësisë kanë mbuluar me 10 krime ndër vite në Shqipëri. Një tjetër dosje, masakra e ndodhur në qendër të Lushnjës në 2017, ku kërkuar burgimi përjetshëm për Lajër Taxhiun dhe 2 shokët e tij, Anterio Kaloshi dhe Orgest Bilbili, por edhe shumë dosje të tjera. Kalojmë tek Elvin Gogaj, një nga kandidatët e tjerë në SPAK, ka marrë 1 vot për gjatë votimit të sotëm. Prokuror në SPAK me karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë, emëruar prokuror në vitin 2000, ka shërbyer në zyra të ndryshme prokuroriale në vend për mbi 20 vjet, që nga viti 2021 është pjesë e SPAK-ut. Ndër çështjet e hetuara dhe të gjykuara kanë qenë ministri i infrastrukturës. Ndërkohë kalojmë tek Lodian Brahoj, emëruar prokuror në vitin 2007, po ashtu prokuror pranë SPAK që në krijimin e tij, aktualisht mban detyrën e shefit të seksionit kundër korrupsionit në prokurinë e posaçme. Braho është prokurori i cili ka hetuar inceneratorin e Elbasanit, duke nxjerrë urdhër arresti për shumë persona, mes të cilëve Mirel Mërtiri, Stella Gugalldia, Glodian Zoto dhe duke ndarë hetimin edhe me ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Braho ka hetuar gjithashtu dosjen 5D, duke dërguar në gjyq ish drejtorët e Bashkisë të Tiranës. Një tjetër dosje hetuar dhe dërguar në gjyq nga prokurori është edhe ajo e njohur si Toyota Auris. Mirë, Kreshnik. S'është ajo, s'është tamam teknikisht ajo. Ka ndonjë fraksion tjetër, diçka që e lidh apo? Në lidhje me hetimin që është bërë ndaj ish drejtuesit prokurorisë Vlorës, në lidhje me favorizimin që është bërë çështjes në fillim Toyota Auris. Domethënë është një hetim brenda strukturave të prokurorisë. Të brendshme. Madje është edhe një çështje, dikojnë ndjes Kreshnikut, është edhe një çështje shumë e rëndësishme që e referoi dhe vet, për sekuestrimi 18.4 milion eurove të Koza Nostrës që ishin duke hyrë në Republikën e Shqipërisë për të pastruar në Republikën e Shqipërisë. E qartë. Mirë, Kreshnik.